është prezantuar Akademia Tukagjini, qendra më e re e zhvillimit profesional për punonjësit arsimor në Kosovë. Akademia Tukagjini sot ka mbledhur mësimdhënësit nga e gjithë Kosova, kështu duke lansuar nismën Praktika të suksesshme në mësimdhënie dhe nxënie, e cila synon të krijojë një platformë të hapur për mësimdhënësit që duan të ndajnë përvojat dhe modelet e tyre më efektive të punës në klasë. Në këtë ngjarje ishin të pranishëm një numër i madh mësimdhënësish nga i gjithë vendi, të cilët shfaqën interesim të jashtëzakonshëm për iniciativën dhe ndan ide përvoja e praktika të vlefshme nga puna e tyre në klasë. Pjesëmarrja e tyre aktive dëshmon ngadishmërinë e komunitetit arsimor për të bashkëpunuar, për të mësuar nga njëri tjetri dhe për të kontribuar në ngritjen e cilësisë së procesit mësimor në Kosovë. Profesor Bardhyl Musai, njëherët antar i bordit në Akademinë Tukagjini, tregoi rëndësinë e një iniciative të tillë. Eventi sotëm ka të bëjë me një fillim të vërmëdarisë Akademisë Tukagjini si një qendër ekscelence për zhvillimin profesional të punonjësve arsimor, mësimdhënësve, drejtuesve të shkollave dhe drejtuesve të institucioneve të tjera. Dhe në qendër të vërmëdarisë sotme ishte edhe një nismë për praktika të suksesshme në mësimdhënie dhe nxënie, e cila ka për qëllim të ndërtojë komunitete profesionale në shkolla të mësimdhënësve dhe të jetë një nismë që të inkurajojë ata të shprehin përpara kolegëve tyre përmes një procesi aplikimi, praktikat më të mira që i zbatojnë, sepse është e rëndësishme që ata duhet të ndajnë dhe me kolegët e tyre. Dhe në këtë mënyrë kjo nismë fuqizon mësimdhënësit dhe në ambientet ku ata punojnë. Nisma e prezantuar sot ka për qëllim fuqizimin e mësimdhënësve përmes shkëmbimit të praktikave të dëshmuara, ndërtimin e komuniteteve profesionale të nxënit dhe inkurajimin e metodave inovative në procesin mësimor. Unë mendoj se ndikon pozitivisht, sepse e shikoj që arsimi në Kosovë është vital, dashuria për arsimin midis mësimdhënësve ekziston dhe ata vetëm se duhet të inkurajohen, sepse secili ka diçka për të treguar si sukses në kolegët e tjerë. Kështu që kjo nisë vetëm se inkurajon mësimdhënësit dhe jam besim plot që ata do të shprehen dhe do të krijojnë modele të mira për kolegët e tyre. Pjesëmarrësit do të prezantojnë praktikat e tyre, do të certifikohen, do të promovohen në një platformë kombëtare dhe do të bëhen pjesë e një rrjeti bashkëpunimi profesional. Për secilën fushë kurrikulare do të përgjedhen edhe 3 fitues, të cilët do të shpërblehen me çmime simbolike. Drejtori ekzekutiv i Akademisë Tukagjini, Blerem Muhaxhiri, theksoi se kjo akademi është organizat jo fitimprurëse, e cila ka për qëllim zhvillimin e arsimit në të gjitha nivelet. Akademia Tukagjini ka ardhur me idenë, me vizionin, misionin e saj për zhvillimin e arsimit në përgjithësi për të gjitha nivelet. Është një organizatë profesionale, jo fitimprurëse, jo qeveritare, e cila ka për qëllim, siç e theka, ka për qëllim trajnime, hulumtime shkencore e të tjera. Përfituesit janë mësimdhënësit, po edhe nxënësit në kuadër të mësimdhënësve, apo? E vërtet. Gjithashtu, qendra, fokusi jonë është mësimdhënësit dhe nxënësit që të jenë më të suksesshëm. E prezantuar sot praktika të suksesshme në mësimdhënie dhe nxënie pritet të kontribuojnë drejt për drejt në rritjen e cilësisë mësimdhënies dhe rezultateve të nxënësve në të gjitha nivelet të arsimit parauniversitar. Muhaxhiri tregoi se ky është vetëm fillimi, duke theksuar se ky event do të kthehet në një event tradicional. Kjo do të jetë e përveçme, ky projekt praktika të suksesshme të mësimdhënies dhe të nxënit, do të jetë i përveçëm, po kemi plot projekte tjera që do të vazhdojnë vitin e ardhshëm.
Kështu që mbet të shihet. Prezantimi i sotëm i Akademisë Dukagjini shënon një hap të rëndësishëm drejt avancimit të arsimit në vend dhe ndërtimit të një kulture të re profesionale të bazuar në bashkëpunim, inovacion dhe cilësi.